do seancë. Ju jeni dishmitar që opozita është lejuar të diskutoj vetëm në një seancë. Vetëm në një seancë. Çka do të thotë de facto asgjësim i parlamentit dhe parlamentarizmit. Çka do të thotë shkelmim i kushtetutës, rregullores parlamentit, rendit kushtetues të vendit. Çka do të thotë mohim i të drejtave të opozitës. Plas çdo skandal, jo tani ma kryeministri, po as ministrat nuk paraqiten në interpelancë. As ministrat nuk paraqiten në interpelancë. Në këto kushte, do i sugjeroj grupit parlamentar dhe partisë që opozita të hapë platformën parlamentare para ndërtesës së Këshillit Ministrave. Dhe aty deputetët e opozitës, qytetarët, të paraqesin në fjalët e tyre, në fjalimet e tyre, të gjitha mendimet, propozimet, denoncimet. Pas 9 seancash, opozita është lejuar të debatojë vetëm një ditë në parlament. Atëherë ne kalojmë në debat me qytetarët. Kjo përbën një hap të domosdoshëm për t'u përgjigjë represionit në parlament të opozitës, të pluralizmit, shkelmimit të ligjeve të kushtetutës në funksionimin e këtij institucioni. Kjo nuk do thot bojkot i parlamentit. Jo. Po kjo do thot se opozita do zhvilloj betejë dhe brenda parlamentit. Ajo ka të gjithë potencialin, të gjithë trashëgimin dhe kësaj dhune të pandërprerë, kësaj mbyllje goje të opozitës në parlament, ajo do i përgjigjet me mjete adekuate, si në komisione, ashtu dhe në sallën e parlamentit. Spari, së dyti, kjo është opozita e votës dhunuar. Kjo është mazhorancë e zgjedhjeve të vjedhura. Protestat kombëtare janë tejet të vonuar. Dhe shpejti do komunikojmë para jush protestën e parë kombëtare dhe pastaj në vazhdim, ku